Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjo, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Javës pa fillu bashkëbisedimin, mos harrojmë ta përmendim sponsorin ton të Art Exfis, ndërsa sot me neve është trajneri mirë njohur Tahir Lushtako. Tahir, mirë se vjen te Arena Yjo. Mirë se ju gjoni dhe ju përgëzoj për këtë emision, sepse është hera e parë që unë jam sot faktikisht këtu me juve. Faleminderit. Tash gjithë ne bëjnë një hyrje për musafirin, për këta gjeneratat më të reja, ju kallëzu për trajnerin Tahir, mas pari ka qenë futbollist në periudha më të rana, bashkë në atë kohën e para lutës vitet në 90-ta, kur futbolli jonë veç pavarësuar në një farë mënyre prej sistemit edhe vazhdon me lujt në kushte shumë të rana, po kërkon futbolli jonë 100% edhe me njerëzit tonë, edhe pse fushat nuk kanë qenë duara, luante Drenica, edhe pas luftës si lojtari kthehej në Drenicën e Elit, ku për 20 vjet veç qëndron edhe ka suksese bajagit mira, është simbol i asaj one, njëri prej emrave më të respektueshëm të futbollit të Drenicës. Trajner, pyetjen e parë na bojna kur ja ke nisë dhe ke vendosur më mirë me futboll si futbollist. Po faktikisht unë qysh në rini, domethënë prej moshës, ndoshta ose prej klasës 5 ose 6 shkollët fillore, kam fillu domethënë me shoh që të luajm futboll edhe në për disa turnire dhe prej asaj kohe domethënë kemi vazhdu deri dikun ka masi e kam përfundu shkollën e mesme aty në Skënderaj, domethënë dikun vitin 89 jam bashkangjitur e klubit futbollistik Drenica, që në atë periudhë para një viti, domethënë vitin 88, si klub i ri ishte formuar domethënë klubi i futbollit Drenica me iniciativën e disa persona të qytetit dhe një fshatit të Klinë e Olt dhe disa persona të tjerë nga qyteti, dhe mbas një viti domethënë unë ju bashkangjita atij klubi, sepse në atë klub kisha edhe shumë shok që kisha lujt domethënë futboll të vogël në për që vazhdimisht atëherë ka qenë shumë aktual domethënë futbolli i vogël edhe turnirat sidomos Me 3-4 shikues. Dhe mbas asaj periudhe domethënë deri në këto ditë të sotme domethënë kanë qenë po aty. Trener, so kanë qenë vështira këto vitet e para karrierës, kur e dim që veç ato në fillim viteve 90-ta, domethënë veç u do prej sistemit futbolli i Kosovës, e pavarësum ligën, po edhe domethënë njihet si gjeneratë e sakrificës, pasi shumica e ndeshjeve janë zhvillu nara. So ka qenë vështira ato vitet e para dhe qa kujton nga ajo kohë, pasi që dim shumë raste që edhe janë rrej futbollistat për milicisë që i kanë thonë të atërshme. Po natyrisht është të gjitha, domethënë qysh nga dita e parë, të gjitha besoj që ndoshta i men ndoshta shumicën e situatave edhe prej momentit që kam fillu domethënë të stërvis edhe të jam pjesë e klubit Drenica, kanë qenë kushtet edhe situatat e dinë gjithë, sidomos ato gjeneratat që janë më të vjetra, besoj që i kanë përjetu në gjitha shtetet e Kosovës, ku e dim që futbolli është lujt në kushte jashtëzakonisht të vështira, por edhe të rrezikshme, sepse garat që i kemi zhvillu, kryesisht i kemi zhvillu domethënë në mënyrë të fshehtë edhe në për shumë fusha të improvizura, që kushtet kanë qenë jashtëzakonisht të këqija për shkak të terrenit çfarë kemi lujt. Por po du më kthej te pjesa e fillimit domethënë të klubit Drenicës, sepse janë disa donatorë që më të vërtetë edhe në atë kohë
kanë dhosh shumë dhe ndoshta ne si klub kemi pas disa kushte që na i kanë mundsu, janë edhe 3-4 individ, kryesisht qytetit që mos të harroj ka qenë Enver Nureddini që ka dhënë domon atë kohën ose në atë periudhën kur kemi qenë një farforme, jo një farforme, por faktikisht në kohën e okupimit të futbollit, Enver Nureddini ka qenë një ndër biznesmen që ka dhënë jo vetëm për klubin e futbollit, por e ka ndihmu edhe futbollin përgjithësi, kryesisht edhe federatën e pavarur të futbollit asaj kohe, ku e dim që ndoshta ka dhënë shumë dhe faktikisht nuk muj pa falenderu, është edhe Idris Saliu, një person tjetër nga fshati Klinëol, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh po në atë periudhë, edhe Bashkim Rëshiti dhe disa zejtarë që kanë pas lokale aty në qytetin tonë dhe gjithmonë domon kanë qenë përkrahas në forma dhe mënyra të ndryshme duke nisë, sepse ka ndodhur që pronarët e lokale në farforme kanë marrë si obligim që të pakten udhëtimin disa ndeshje, po edhe drekat para ndeshjes më nëj siguru, domon e kanë bërë sikur i kanë radhit si më rëndë, domon për këtë ndeshje, tani me radhë kështu që ka. Po, domon edhe në atë periudhë janë këta 3 njerëz që kanë dhënë shumë, edhe ato kushtet minimale domon ai kanë mundsu për me i zhvillu garat kryesisht ne si futbollist, edhe pse një pjesë e junja që kemi qenë aty në qytet edhe që kemi pas, ndoshta kemi punu ose kemi pas lokale dhe ku ta dion disa punë që i kanë punu, një pjesë e futbollistëve gati nuk kemi dasht as mu pagu, por aja pjesat e futbollistëve që kanë udhëtu nga fshatrat gjithmonë domon janë mundu që mi ja plësu disa kushte dhe natyrisht ashtu ka vazhdu domon deri në momentin që tijet që kemi ndërprej garat për shkak të luftës që ka ose që është prish gjendja edhe situata në Kosovë. E pash një fotot asoj të lidhe dhe me qenë se jem shtatë kujtohet, po. Të kjo pjesë për ka njëri edhe i harrën gjona, janë edhe disa trenerë që sot nuk janë me isin tonë, dhe kanë dhënë një kontribut madh një periudhë jashtëzakonisht të madh në sportin e qytetit tonë, jo vetëm në futboll, po në gjitha se që kanë qenë edhe me sëmdhënës, është Hashim Ajeti Ngjirë dhe Hajdin Ajeti, të dy vëllezër që unë kom pas rastin ta kam edhe profesor Hashim Ajeti, dhe trener një periudhë shumë të gjatë, është i Lështaku, Mehmet Mehmeti, tani vinë to periudat mas luftës, pak një periudhë shkurt, Gjafer Dobra, Bashkim Idrizi, Burhan Hamiti, Fadil Roma, i cili është sot ende aktiv në punës të ne, dhe Afrim Jashari, disa tjerë që tani kjo gjenerata që është me mu, dhe më unë ata nuk po du me shtin atë pjesën po unë i falenderoj gjithë edhe jam mirë njës dhe më unë me gjithë që kom pas rastit punoj edhe bashkë punoj edhe si bashkë futbolist, po edhe si trenera që i kom pas dhe jam mirë njës dhe më unë gjatë gjithë asoj periudhë dhe sot që kam qenë pjesë klubi Drenica bashkë me ta. Trenerat kujtohet na ndeshje ku ja u ka ndërprej ndeshjen ose ku jeni nisë me udhëtu me lu na ndeshje, po ju kanë kthy gjatë rrugës. Pasi që dihet që pjesa e Drenicës ka qenë bukur e përsekutuar në atë kohë prej. Realisht ka shumë ndeshje që na kanë dhënë situata ose më ndërprej ndeshja ose më na përndjek ose më me ik, ma
ma kushtimisht me do ma Po thjesht. normal, sa du kon ide edhe mos mi uron dura aty në... Po ka pas ndeshje, po nisna nga qyteti, e kishëm në ndeshje atëherë, ishëm 2 skuadra në qytet Madrenica dhe Skënderaj. Edhe realisht ishtë si një derbi lokal, sepse kishëm një farë rivalitet. Gjithë ishëm shok nga të 2 skuadrat, por rivalitetin në loje kishëm shumë të madhë, por ju me naj farë tensionit madhë. Ka pas tensione aty këty, po ju tensionet që me kalu në situata me skalu, dhe pak para se me fillu ndeshja, domethënë erdhen policia me ato blinda, me ato gjipat, edhe natyrisht na ndërprejnë edhe pse na tentum një farë forme që do të mundohëm mos t'i pyesëm atë në kuptimin, por situata ishte atill që normalisht u rrezikojshin disa individ që ishin ndoshta në udhëheqjen e klubeve, dhe natyrisht erdhi një vendim që domethënë tërhiqëm dhe mos ta vazhdojmë ndeshjen për shkak të situatës që mos t'i krijojmë probleme ose mos do diçka më e keqe, sepse kishte tifoz nga të dyja skuadrat edhe ishin njerëz që kishin ardhur me përcjell ndeshjen, dhe në atë kohë veç nesën ato situatat ose ato disa njerëz që ma veç u dike që diçka domethënë fakt e kundërshtojshin regjimin Haftaz të asaj kohe, regjimin serb, dhe për shkak që mos vjen të ndonjë ekses ose aksident që psoj dikur morën vendimin dhe e ndërprejmë ndeshjen. Po ka ndeshje edhe tjera shumë, sidomos ajo ndeshje më kujtohet në fshesh m'duket kur ishte ty lu Skënderaj me njerin ekip m'duket, se dija ka qenë me Vushtrina apo me Trepshin të alternat, nuk e di sakt, ndërsa na kishëm me lu mas tyne, me një kundërshtar tjetër, dhe natyrisht gjatë asaj ndeshje aty domethënë vijnë forcat e policisë, edhe ne ishëm edhe futbollistat gjithë ikën me përjashtim që mbeten domethënë ose i zanën Xhafer Dobrën, një ish futbollist që ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh, domethënë jo vetëm si futbollist, por edhe këtë pjesën financiare, ndoshta është një futbollist në atë periudhë që ka kontribu shumë. Dhe edhe më kujtohet e patën edhe Ilaz referin nga Vushtria, Spahiu po m'duket, mbi emrin e ka pas. Ju që i kanë rrenat në atë mënyrën, në atë, po mendoj që në formën mas njerëzore, domethënë edhe ma brutale që i kina pa domethënë nga pjesa tjetër, edhe natyrisht ka qenë një moment jashtëzakonisht i vështirë, jo vetëm për neve si bashkë futbollista, po për gjithë sportbashkësit domethënë në përgjithësi në Kosovë, sepse ka qenë një situatë që jashtëzakonisht e rëndë për këta 2 persona, sidomos Xhafer Dobra ka qenë për 2-3 javë domethënë i shtrinë, edhe nuk e di, une gjithë e kemi pa, veç ka njerë thamë, edhe duhet me besu që njeri është shumë i fort, sepse në atë njërë të rrejet një njeri nga shumë forcat policisë, edhe
Më kthy prap me bo. Më kthy prap edhe me Futboll, vazhdu me vazhdu aktivitetin. edhe Nuk janë ndërzu njerëzit, nuk janë ju ndërzu. që ju dërzu, për kontra zi, Ma shumë. ka zhjet forcë edhe ma të madhe, dë madhe, në ka bashkan zhjit edhe kemi vazhdu me lujt futbol. E për mene, Dobrën, e këshyra një fotet asoj kohë, Hysni Gjinovë, si futbolist shumë i njohur edhe pjesë e kombëtarës tani. Suleiman Selimi, një ekip shumë i mirë, ai mon me emrat e tjerë, kush ka lunat ekip. Po është shumica e futbolistëve janë vendor, do mos që kemi qenë aty, si që ceke Hysni Gjinovë, Suleiman Selimi, ka qenë disa periuda Bajram Alivi në pjesë së dëman, sa dëshmuri kombit që man e emnin stadioni, Fadil Behrami, Hazir Nureddini, Nasser Shashiri, Javed Tahiri, Afrim Jashari, Fatën Tahiri, Zenon Selimi ka qenë një ku, Gjafer Dobra, Borhan Hamiti, Nehat Hamiti, tani kanë qenë edhe disa futbolistri, dëmonë, Matreja, Agim Berisha, Fadil Rama, që kanë qenë këta generata, ishtë generata e arte, ishtë Budishnu. Budishnosi, vinë tani të jo. Ka dhe disa futbolist që Sabit Miftari, Zenon, ka qenë dikun ka pjesë e Shanicës. Ka dhe disa futbolist që më na mi harru, për momentin nuk më vjen men, dhe Bekim Zoni, për shembull Skender Mustafa, për tjera. Zoni ka lu dhe mas qufte, Po, tash mund të na një me harru, po. Po, ju kërkoj folje. Normal, është ka kalu vjetë, ka kalu 35 vjetë. Por, ka edhe shumë futbolist tjerë që kanë bëu kontribut dhe ma në formën ma të mirë të mundshme, sepse me të vërtet ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, por edhe rrezikshme dhe ma në t'jesh pjesë e një skuadre të futbollit në atë kohë, në atë periudhë që të gjithë e dim mënyrën qysh kemi lujt edhe kemi rreziku të gjithë. Është një histori e bukur nga gazete pa ta lexu, jem kun i vogël jem kun, atë që natën e dasmës ke jep gol. Edhe e kena pas musafir edhe mbrojtësin që ka lu i likvidonin Fadil Ademin, edhe ai ditën e dasmës i shku me lu futboll. Dhe me thonë ju nuk keni, edhe kur keni pas festa, lujt nuk i keni nal. Po është e vërtet ka qenë vitin 84, fakt për asi kështë ndot dhe njëta do dëmon që kisha dasmën, po të njëta ndot e kishë më ndeshjen kundër Trepshës të vjetër. Edhe atë ditë veç sa dëmon ato ceremoniti e dasme së kryn, edhe e morëm një nusën e shpe, masi u kryn ato ceremonit, edhe kisha disa shok ishin të ftun dasëm, edhe unë se kemi pas raporte jashtëzakonisht mira për para shoqënia dhe futbolli kanë qenë dy situata që në fakt na kanë mojt shumë. Edhe po bisedoj me ta është du më orë ndeshje, po njëherë nuk ju thash që du me lu, po thash du më orë me përcjell ndeshje, mbilit disa, unë i kam një shok, ajo është Nehat Hamiti, që edhe që kam periudhë gjatë për mi 30 vjetë jem shok, edhe ajo është pak si komik, si a i ka regjite, për të edhe i ndryshë në periudha të mund çfarë dhe citate tijaj, ta banë citatën që më një edhe më bekon shumë ma i disponum, sepse është qasi tipi, edhe një farë forme po banë hajgare, lejme se sjeti që vjetë lunatin, që se farë.
E thash, hani, haj, se ju shkani, thash, unë vi edhe pak atë. Në fakt, ndeshja nuk më kujtohet çfarë kohe, domthon çfarë ore ka fillu, por ishte unë shkova në para ndeshjes, edhe treneri ish Hashim Ajeti ndjerë, edhe pi tham raport që domthon pavarësisht që së dhe kom pas dashur më në martu, ka morë me lujt futboll. Edhe gjatë bisedës thash po, nëse dën, mos më aktivizon pjesë sport, po për pjesë dytë llogarit, kur do që ki nevojë, ose që ka nevojë ekipi, jam i gatshëm. Fakt, filloi ndeshja, përfundoi edhe pjesa e parë, edhe i shumë disa avantazh 0 me ne kundër Tripçës, hyra ndeshje, edhe pas disa minutave edhe shënua gol. Domthon edhe përfundoi ndeshjen jam me një që është një datë që normalisht nuk e harroj kur, është një datë shumë e rëndësishme si në jetën time private, domthon që kom pas, është ai vit që jam martu, po është edhe kjo tjetra pjesë që me të vërtet kam një periudhë jashtëzakonisht gjatë që jam pjesë e futbollit dhe atë datë ose atë ditë ose atë ndeshje asnjëherë nuk e kam harru dhe çdo herë më kujtohet sikur se më ndodhi të madje. Trener, pas disa viteve arrini me mu inkuadru në elitën e futbollit, domethënë Super League, me herë pas luftës, po. 2 vite. Domethënë e kurorëzut kjo gjenerata që e përmenëm, shumica prej tyne, keni qenë pjesë e atij ekipit. Domethënë, a ka qenë momenti më i mirë i karrierës, inkuadrimi i Drenicës Super League, apo ka edhe ndaj moment diçka tjetër më të veçantë si futbollist? Po realisht gjitha periudhat i kanë veçoritë, apo i kanë ato mirat e veta, domthon qysh prej ditës parë kur kam fillu të merrem apo të jam pjesë e klubit, por ajo është një prej situata më të rëndësishme, domthon prej se kam qenë në klubin e Drenicës, sepse ishte periudha më herë viti i parë mas luftës, edhe ishëm të gjithë pjesa e atyne ish futbollista që këshëm lujt në periudhën, në atë periudhën para luftës, domthon në atë kohën e vështirë, edhe me sa m'duket ka qenë edhe Mehmet Kurda pjesë e ekipës. Nuk e di në fakt a ka pas edhe ndaj futbollist jashtëm, sepse është një foto me kryeministin, presidentin Nazar Saçi, kur e siguron po është aja mas e Kurda më duket është Albertina në foto, mos gabofsha. Kurda, edhe unë jetësha në Prishtinë atë periudhë, dikon sepse kam jetu një 6-7 vite domthon. Po, ke udhëtu çdo ditë? Po, edhe me Mehmetin u taku më rastësisht, edhe gjatë bisedave ai lujke edhe në Kumano në Macedoni. Pi thama, po jemi lu në Drenicë, kem nevojë edhe jem organizu mirë, po menoj mu inkuadru Super League. Edhe pas aty në bisedave, domthon bisedova edhe me pjesën e kryesisë edhe me trenerat, edhe kanë dakord, na kanë ndihmu me ja, sepse ka qenë futbollist. Ne kanë super ekipin e mojnë men se tabelat kur i këshyri kanë erë, keni pas shumë pikë diferencë me vendin e dytë, domethënë keni shkel këtë ligën e parë. Domthon kemi çdo ndeshje ku kemi ndoshta 99% ndeshje si nëna si jashtë. Kemi fitu, po kemi pas ekipën cilësore dhe kemi ikë shty, domthon taman se po që dhe Drenosit jenë konë lejtarë. Po ka qenë Ardonaj të Po, jenë konë, e se në fatë të jenë atë. Në atë periudhë ka qenë Brajm Vojvoda, unë Bekim Zani, Skënder Mustafa,
Fadil Behrami, Bashkim Idrizi, Xhafer Dobrand, e kanë luajtur domon çat Në qatë periudhë. po çat vet mas asaj kohe domon nuk kom kujdes Xhafirim duket ka qenë veç ndem trener, sa e di. Tani sezonin e dytë ka ardhur Cimili, Ramadan Cimili trener, edhe ndens kanë qenë Bashkim Idrizi edhe Xhafer Dobra. Qyshu, a u konë trener dihet që ka dhe shkombini një pej zona që ka përjetu luftën mas rani me dëshmor, me viktima, epiqendra e rezistencës tonë në ato vite, so ka qenë e vështirë edhe për juve futbolistët, dihet që vllai jot është dëshmor i UÇK-s, luftëtar, so ka qenë e vështirë për juve si djemt ati venin me ju kthy jetës edhe futbollit. Po natyrisht mbas gjithë aty në situatave, mbas luftës edhe para luftës domon kanë qenë periudha të vështira. Por mas lufte ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë dhe e rëndë për sidomos për Treven e Drenicës, por përgjithësi edhe për Kosovën, por aja pjesë, ai rajon ndoshta ka qenë edhe më herët edhe direkt që ka pas edhe shumë luftime edhe shumë sakrifica. Kemi pas shumë të rëndë domethënë nga lufta, çdo familje ndoshta mos tam çdo po shumica e familjeve kanë qenë domethënë që kanë pas dikant të rënd pavarësisht ta ka qenë në uniformë apo civil. Normalisht që kur ti je pjesë e një familje, kur ka ra një dëshmor domon nga familja, për çdo familje është pak e rëndë e vështirë, por gjithmonë është një dhimbje, po natyrisht duhet me gjetë edhe atë ose me pas atë krenarin, sepse kur e din që një vëllau apo një antar i familjes ka sakrifiku jetën, që normalisht ne sot apo jetojmë lirë dhe punojmë dhe funksionojmë dhe kemi ndërtu një shtet që me të vërtet kemi pas ëndër domethënë sidomos aja periudha mas lufte e din gjithë që ka qenë një entuziazëm jashtëzakonisht i madh edhe një situatë që të gjithë e kemi përjetu domethënë shlirimin e vendit në atë mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ka qenë ëndër e çdo shqiptari dhe e pa besueshme në farë forme, por jashtë që vullneti e disa njerëzve po ndërlina, sepse kur jem të kjo temë, nëse na nuk flasëm për një familje emblematike, një familje që ka sakrifiku, një familje që është një ndër familjet ma të veçanta në botë, kisha mujtë me shujtë familja Jasharin kry me komandantin legjendar Adem Jasharis, që me të vërtet po mos të kishin qenë ndoshta. Familja Jashari dhe komandanti legjendar Adem Jashari ndoshta do të kishte me qenë shumë e vështirë që Kosova të mendon që sot me fillu rezistencën edhe me por ajo është një familje që ne gjithmonë duhet ta përkrojmë edhe ta respektojmë, sepse sinqerisht nëse ne si shqiptar nuk e respektojmë një familje të tillë, atëherë nuk e respektojmë as vetën, as shtetin dhe as lirin që gëzojnë as lirin që nuk e dim ose nuk ja dim rëndësinë. Trener, pas disa viteve të inkuadrimit Super League, vendose mu pensionu. Sa ka qenë vendim i vështirë mu pensionu nga futbolli i luajtur dhe me dalë në bankinë si trajner, pasi që në një kohë shumë të shkurt veç ke fillu
punën e re? Po ishte viti dikon 2003-2004 më kujtohet, edhe mas inkuadrimit Super League do më e vazhdova Për 2-3 vjet tjera. për 2-3 vite, do më dikon 2-3 vite apo 3-4 vite t'jem enda aktiv në futbol, në klubin e futbollit Drenica, dhe gjatë asaj periudhe, gjatë atyre vite, sikur ndryshuan domthon gjeneratat dhe në farë forme, po mendoj qatë periudhën para se me la futbollin isha një prej futbollistëve që në mosh maj më shumë domthon se maj madhe, dikon 33 vjeç, 33 vjeç, dhe kisha të gjithë futbollistë që ishin dikon me mosh 5-6 vjet ose 15 matria, dhe ashtu merr një farë mendimi, dhe aty për aty mora vendimin, edhe pse sinqerisht po tham realitetin ka qenë një vendim jashtëzakonisht i rëndë, sepse kur e don edhe je pjesë e një klubi, edhe din mënyrën edhe në formën që kemi sakrifiku edhe kemi lujt, edhe aty mendon gjitha ato periudha, është një vendim që nuk është i lehtë domthon me marrë, jo vetëm për mu, po në mendoj për shumë futbollistë që nuk e kanë vazhdu mas asaj periudha, se mas asaj kohe ka qenë e rëndë, sepse t'lush futboll edhe ta përfundosh karrierën në situatat më të vështira, edhe vjen liria, domthon për një periudhë shumë të shkurtër edhe me përfundu është pak e rëndë, por kështu e ka futbolli edhe kështu e ka karriera e çdo futbollisti, sepse qyshe fillon edhe vjen një ditë që do të me përfundu. E si erdh puna mu bo Ti ke luajtur këtë periudhat, e ke i kujton dyat. Po realisht klubi, ne për 3-4 vite unë nuk isha aktiv në klubin e futbollit, me të drejtën nisa me punu disa punë, disa biznise të mia, edhe isha gjithmonë afër klubit, po nuk isha aktiv me klubin. Deri ka periudha, po mendoj dikun viti 2008, edhe pse Drenica u inkuadru domthon Super League, e për cilën e pat një stabilitet një kohë, mas 4-5 vite domthon nisën ato problemet financiare, problemet organizative, dhe në periudhën 2008-2009 më kujtohet klubi ishte në gjendje jashtëzakonisht rëndë, në gjendje edhe ju mirë në pozitën e tabelës, por edhe të pjesa organizimit edhe financiare, edhe sepse çdo herë që u takojshëm na, ish gjenerata ju domthon, edhe e gjenerata më e mosme, po edhe gjenerata kjo që ish e dyta, po kjo gjenerata jam, u takojshëm, bisedojshëm dhe gjithmonë e kishëm mendjen te futbolli dhe te klubi. Dhe spontanisht takohëm në atë periudhë, po mduket nuk e dija ka qenë viti 2008 apo 2009. Takohëm disa shokë, dikon 5-6-7 shokë që ishëm pjesë e klubit. Edhe ty bisedu, po na linda ja ideja që ka qenë mirë ose është mirë, nëse mundim me qenë pjesë e klubit edhe me dhatë kontributin tonë në atë mënyrën, çdo njeri në atë mënyrën e vetë, sa mundet. Edhe gjatë asaj bisede do më ftojmë edhe disa shu, edhe mojmë një lloj takimi, kështu e shohim ose një nej, edhe gjatë bisedës do më gjithë kishëm ka një ide, edhe në fakt bisedat që i banëm e lam një takim pak ma zyrtar, kështu, edhe u mbledhëm gjithë, tash në mos tanë nashta krejt, po u mbledhëm pjesa me madhe ish futbolista,
edhe e morëm një farë mënyrë, një vendim aty për aty. Po. Edhe ishëm të gjithë domon pej gjeneratat, po flasë që i përmena dhe Po, ma herët, po. Një farë forme tash bisedoj shumë qysh mundu mu aktivizu, qysh mundu mu çfarë forme është kush në çfarë pozicioni i cili mundet me dhonë kontributin ma të mirë dhe ma të madh në pozicion caktun. Edhe aty për aty ish klubi u menaxhojkin nga një pjesë disa njerëzve tjerë. Atëherë ish kryetari i komunës Samil Lështaku, domosë në 2008 është për herë të parë u pat bo. Disa hezitojshin një farë forme, jo është Samia, i ka dikan e ka të ngjashëm, e dikan kështu. Edhe unë gjatë bisedës po tham, po na jem ka flasur për klubin e futbollit Drenica, për të mirën e klubit, në interes klubit, nuk jem ka flasur për interesa ose për politikë ose për prona privata apo për çështje private. Shkojmë ja tregojmë planin, ulëm bisedojmë, nëse janë të interesuar, nëse ka nevojë për neve, na jem gatshëm me kon pjesë e klubit. Edhe gjatë asaj bisede, domosë gjatë atij takimi, u vendosën edhe njerëz në përpozicione kush çka mundet pej pjesës një pjesë në kryesi, kush që mundet me ndihmu njerëz që janë kryesi, domosë me edhe ide, drejtori sportiv, trenera në për gjenerata, e kështu. Kur erë puna te trajneri kryesor edhe te dëmon të ndihimsat, atëherë met një citat, një farë vakumi që nuk kesh në gjendje kërkush me marë. Unë me të drejtën gjithmonë i kom pas ambicjet e drejtorit sportiv, sepse kam punu si në për disa lokale në atë ku edhe disa biznise, jo të mdoja, por e kom pas kështu menaxhimin pak si ma të preferun, dhe me qenë se drejtor sportiv u bo Burhan Hamidi, futbollisti ma i maqëm dhe një futbollist që ka qenë i jashtëzakonshëm. Bashkim Idrizi u bo drejtor i shkollës futbollit, disa tjerë domon, ata pjesë e futbollistat, ish futbollistat tjerë kalune për gjenerata, dhe Xhavi Tahiri dhe disa tjerë po thojnë, po më propozojnë mu si trener. Edhe me të drejtën, për një moment me i ta kështu pak sa i hutun, sepse nuk e kisha atë mendim, ose nuk kisha as një ambicje për që të bëhem trener. Edhe gjatë bisedës, po bisedojmë, thash me një kusht që nëse unë bona trener, do më unë me pos atë në atë ku e kish propozova Xhavit, Tahirin, Fadil Behramin, Skender, Mustafën trener për tjera, edhe pi thamë Burhan Hamidit që ish drejtar sportiv, Bashkim Idrizi që kish prevuja, disa tjerë, bashkarisht, nëse na më ndihmonin për krani për një periudhë derisa të bajnë një prevuj, unë për krani po rrezikoj, po doj me rreziku të gjithë, jo me thonë, po rrezikoj unë, po rrezikojmë bashkë. Edhe aty për aty u marrë vendimi, shkum komunë, u caktum 3-4 personat që me shku me bisedu me udhëheqjen e komunës, kur shkum, Samil Lështaku ishte kryetare dhe kur na pa një farë forme mirë, tha qa keni dalë qështë, ja tregum statën, jenë të interesum mu këtu në klub, me kontribu, me organizu, po tha, më një me ba me këtë pjesën e kryesis.
Na, i tham, na munu me bo, po ata nashta s'munën me bo në ne. Se nashta janë njerëz që Po, nuk janë njerëz të futbollit ose njerëz që e dojnë futbollin. Anë ta zgjon e dikan po, që doni me pas një udhëheq ose një kryetar ose një edhe mas një periudhë të shkurt 3-4 ditë apo një javë bisedoj me Bekim Jashari. po, Edhe gjatë biseda me ta, edhe ishte një person që në fakt nuk kishte njohuri për futbollin, nuk kishte lujt futboll apo nuk e kishte përcjell sepse i kanë pas vështirësi Normal, problemet që e din gjithë. po, Ishte kthy pe Gjermanie domthon sepse ai ka jetu edhe Po. ka vepru edhe para lufte edhe disa vjet mas lufte në Gjermani. Edhe po bisedoj, gjatë bisedës një farfur me pranoj jo me naj dëshirë të morë, e kish dëshirën vullnet Po. në atë kuptimin, po Po. e pengoj kjo situata sepse nuk e njoh kë Po. futboll apo nuk ishte i afërt me pjesën e sportit Po. dhe thej ke mos nuk po moj mjo një mumju për mos nuk jam njëri adekuat dhe me një formë nuk e ka pranu një farë formë Veç për hatër. për hatër të klubit edhe të neve si shoqëri. Dhe natyrisht unë mendoj që brenda një kohë shumë të shkurt e ka organizu klubin në atë njërën më të mirë të mundshme edhe ka rritë që jo vetëm me organizu, po edhe me renovu zhveshtoret, fushën, domon ka shku vetë në Mitrovicë, në Bajra, atje në Shal, e kanë morë borin, domon e kanë godit me ata katonort atje dhe çdo herë, domon ka qenë vetë me disa... ka një risi. Po, ka vete u shku, ka punu vete, kanë prej borin atje, këty kur orë në fushë, ka pjesën më të madhe me disa aty, me disa shok ton, domon vetë ka qenë edhe ka shku atje, ka punu e kanë bo gati borin e kanë pru edhe kanë vendus në fushën e futbollit ku është edhe sot Bajram Ali. Ja, mon me ndeshën e parë që ka udhëheq. Edhe a keni fitu, a keni barazu, a keni hupa. Me të thot drejtën, nuk më kujtuat emri i klubit, i ekipit, por në atë periud ka qenë, po tham, kur e kena marrë në ka qenë dikon 2-3 ndeshjet funit a se di saktë të sezonit vjeshtor. Edhe klubi ka qenë pozitën e poshtme tabelit, dikon 2-3 pozitat e poshtme, dhe prej momentet që e kena marrë, deri përfundim të kampionatit, kemi përfundu domon pjesën kujtohet, zdia kemi përfundu në pozitën e 5 apo 6, saksisht nuk më kujtohet. Atëre në konë ma shumë ekipe. Po, 16 duket kanë qenë, edhe kemi bo paraqitje jashtëzakonisht mira, sepse kanë qenë edhe futbollist, dhe u kriju një atmosferë shumë e mirë, një atmosferë që domon ishëm gjithë ish futbollist pjesën e klubit, edhe në pjesën edhe sis, po edhe në staf, po edhe të pjesa e shkollës futbollit dhe natyrisht edhe futbollistat edhe rezultatet s'kan mungu. Edhe rezultatet domon që kemi punuar bashkarisht si grup, dhe natyrisht edhe rezultatet tani erdhen në sajet asaj që gjithë munduam edhe maksimumin edhe punu në të mirën edhe në interes të klubit. Sa është e shtirë me drejtu një ekip në qytetin ku ti një e kretë dhe të njojnë krejtë? Unë mendoj që profesioni i trenerit në Kosovë është jashtëzakonisht i vështirë, pavarësisht
se në qëllën Skadër apo në qëllën qytet punon, por më e vështirë bëhet kur ke lujt në atë qytet edhe je trener në Skadrën e qytetit ku jeton edhe vepron. Është e vështirë sepse ka njëherë ne i dimë gjithë që klubet në përgjithësi në Kosovë kanë pas vështirësi të vetat edhe problemet financiare, por edhe çështjet organizative, infrastruktura, kur ja shtojmë gjitha këtu, atëherë kushtet për një trener kanë qenë deri këto vitet e fundit kanë qenë Po, mangta edhe çdo trener që punon në Skadër ku ka lujt edhe në shtetin ku jeton, e dim gjithë që ai në atë klub mendon që duhet me dhon apo mundohet me dhon ma shumë se maksimumin, sepse unë po flas për vetit, është sot, domthon deri me sot, unë kom cek edhe disa herë. Jam në klubin e futbollit Drenica dikon për mi 35 vjet. Është një periudhë gjatë që ja kom kushtu jetën këtij klubi, dhe natyrisht unë jam krenar dhe ndina shumë krenar që kam qenë pjesë edhe nëse është nevoja do t'jam edhe nesër edhe mas nesër edhe kur do herë që klubi ka nevojë për mua. Treneri përmenun problemet financiare, është ajo koha ku shumica e klubeve kanë pas, po gjatë kësaj kohe u përfol që ti ka pas raste ku nga xhepi jot ju ke dhënë paga lojtarëve. Pse ke bu një sakrificë tilla, o kon dashuria për klubin e Drenicës, a o kon përgjegjësia ndaj lojtarëve? Jo, në farë forme unë s'kom pas në i farë përgjësie ndaj lejtarëve, sepse më kam qenë edhe vetë trener edhe në farë forme është do është paguam atë me vetë. Por dashuria për klubin edhe jo mundu që disa futbollistë që kanë nevojë, ose kanë pas nevojë që i kanë pas kushtet vështira, apo disa futbollistë që kanë ardhur edhe kanë udhëtu, të paktën të mundohuna t'ju dalë ndihmë, pavarësisht që klubi ka njerë i ka pas problemet e veta financiare, jo ka njerë, po shumë herë, dhe ju mundu disa futbollistëve që mrena mundësive që i kum pas, ju kum dalë ndihmë, ose me na ndihmë simbolike, për shembull për rrugë, ose për naj pjesë të rrugës, ose diçka, po gjithmonë e kum dhënë me vullnet edhe me dëshirë, dhe natyrisht vetëm për hatër edhe për të mirën e klubit, se ju që kum pas naj obligim ndaj futbollisti, sepse një trener dihet që nuk ka obligime ndaj futbollistit sa i përket pjesës financiare, sepse obligimet që i takojnë trenerit ndaj futbollistit edhe futbollistit ndaj trenerit janë pjesë të punës profesionale në fush, ndërsa kjo pjesa tjetër, por unë jam mundu, ndoshta mundësit ato sa do që i kom pas të pakta, i kom ndihmu edhe klubit, po kom ndihmu edhe disa futbollistë, sepse nëse është nevoja, edhe nëse kështë me qenë nevoja, do t'i ndihmoja apet, sepse i kuptaj për vështërsitë edhe problemet financiare që i kanë pas disa futbollistë. Sa rruga ja ke falë në klubi? Po mendon rruga si trener? Po, që s'ti kanë pagu, edhe ke thonë, hajde. Ka shumë rruga, shumë periuda, shumë për çdo vetë, janë 4 paga, 5, ose ka që s'ku morreq, për vitin, këtë vitin që kam qenë të funit, janë 7 paga, që s'mi kanë pagu edhe, kur se ja kum kërku dhe në mësat. Po ka shumë periuda që jo vetëm unë, po unë mendoj që kjo pjesa e kësaj gjeneratës që i përmena. Këtë finë edhe?
gjithë janë futbollistë që në periudat më të mëdha kanë lu pa paga. Po ka edhe periudat që edhe këta e kanë ndihmu me mundësi çfarë i Veta. kanë pas domethënë. Por sepse ky klub është pak ma karakteristik se sa klube tjera, edhe natyrisht një klub që e veçon ligën e Kosovës, edhe si region, po edhe si ma i veçantë, dhe unë jam burna sepse pjesën më të madhe ky klub domethënë ka zhvillu me futbollista vendor, dhe ndoshta kjo është një përparësi pse klubi i futbollit Drenica ka qenë për periudhë gjatë domethënë Super League për 23 vjet para asnjëherë nga liga bashkë me Prishtinën, ndërsa sot është vetëm Prishtina domethënë Qomet. po kishëm qenë. Edhe mas shumë Edhe sezone. mas asaj periudhe unë besoj që nuk ish pas nevojë me ra Drenica asnjëherë pej ligë deri me sot, por ja që këtu situata ndodhen edhe ka njëherë edhe pse të gjithë e kemi përjetu jashtëzakonisht keq domethënë atë vit kur ka ra pej ligë, po futbolli është i tillë edhe jeta do të më vazhdu. Trener në sezonin 2021 u kriju një skuadër shumë e mirë, po domethënë e përmenëm si problemet financiare e prishën domethënë atë projekt. A menon se kjo skuadër ka pas potencial me bë diçka më të madhe? Sepse shumë mirë e keni nis kampionatin atë Nisi vit. mirë kampionatin. Vend parë një kom për një periudhë të gatë. Është vërtet ishte viti domethënë dikon qershori vitit 2021. Është hera jo të fundit në hyrje. Po është hera e fundit edhe në fakt në farë forme ja kam kumtu që do t'jetë edhe hera e fundit nëse që unë e marr klubin me ndihmu me atë formën vullnetare kisha mujt me shujt ose në atë formën çfarë dhe natyrisht takuam apet e bojmë një takim mas ofertës që e kisha për mu kthy edhe me marr klubin, takuna me shumë kolegë të mi që ishin pjesë e gjeneratas që punojshin, po edhe disa që s'kan qenë të i punu dhe pjau kom të i lojmin që kam ofertën domethënë të kthehem si trener. Jam interesuar me bo një organizim të mirë, një organizim ma serioz, sa i përket pjesës sportive. Edhe jam interesuar edhe bisedum që me bo një plan të pakten 3 vjeçar. Edhe dakordum të gjithë, domethënë unë në stafin tim morra Artan Hajdarin, Sami Gecin, Ibrahim Vojvodën, edhe Bekim Zanin si ndihmësa. Njëjtën kohë te ekipa unë anomaj të juniort, metën me punu Ibrahim Vojvoda edhe Bekim Zani, po njëkohësisht kur do që kanë mundësin edhe Artan Hajdari t'i bashkanxhitën edhe Sami Geci që ishin pjesë ekipës të parë, sepse ne ishim të interesuar që edhe të gjenerata unë anomajt të punohet, po të njëjtën mënyrë dhe të njëjtën formë se si punoj shumë domon në ekipën e parë. Që mos me pas problem kur të po të njëjtë trener, domon që punojshin edhe të unë anomajshat, edhe të pjesa e gjenerata domon u aktivizun ose u angazhun shumë ish futbollista. Arritëm që të fillojmë domon, të organizohem, e kishëm një përkrahje nga aja kryesi që ishte, sepse arritëm që sinqerisht domon ka qenë ai vetë që ne kemi arrit e të gjithë qytetin domon me kanë i gjithë qytetin përkrahje ose me pasat përkrahjen
pozitive në aspekt përgjithshëm për klubin, pa pas pasoja sepse ishin disa situata tensione politike midis grupime politike dhe ne në fakt arritëm që ato tensione ti qetësojmë dhe ti mujmë dhe ti largojmë dhe gjithë njerëzit pavarësisht cilës grupi ishin për kroje edhe jo vetëm për kroje, po ishin në përkroje edhe tonën si individ, po edhe në përkrojet klubit dhe i harun gjitha ato problemet politike dëmon dhe ne fillum, organizum, ishin shumica futbolistëve vendor që ishin e për skuadrat që këshin qenë atë vetë skuadrat tjera, drejtor sportiv e banëm apo bon Besim Bajraktarin një ikon një futbolist që ka dha shumë për klubin e futbollit Renica dhe i bindëm brenda 2 dite dhe mund gjitha marrëveshjet me ish futbolistat vendor dhe mund dita e tretë ka qenë përfundimtare që i kemi përfundu gjitha marrëveshjet dhe i kemi bindë që të kthejen dhe mund të jenë pjesë e klubit futbolistik Drenica, aty e zgjetëm edhe Batan Zabergjën, një futbolist që jashtë zakonshëm, një futbolist brazilian Denison, dhe fillum pregaditjet, stërvitjet, sepse ishte periudhë shkur dëmon që filloj ka edhe kampionat, të him kampionat, dhe sinqerisht ndoshta ka qenë ai viti më i mirë, apo periudha më e mirë e gjithë klubit për ato 2-3 mëndeshje sa patëm rezultatet mira që ishëm pozitën e parë dytë dhe mbas 2 mujdite dikon ndodhaja situatas që mas pak të kena dëshiru na, po që ndodhë në klubi, ndodhën zgjedhjet komunale dhe pas zgjedhjeve komunale do në klubi met fakrysi dhe një periudhë dikon 3-4 muaj kam vazhdu vetëm unë me ndihmësat e mi edhe me pjesën e lejtarëve pa në orë ndihmë pa pas as një përkraje të paktën morale, e lejmës flasë financiare, kur e dishëm që klubi ishte një periudhë edhe një situatë ma të mirë të mëshme. E kishëm një ekip jashtëzakonisht mirë, një ekip që nëse do e kishëm përkrajen, unë jam i bindun që kishëm përfundu në pjesën e lartë tabele dhe jam i bindun që të paktën në atë kampionat unë bashkë me stafin edhe me ata futbolist të paktën do të kishëm dalë në arenën evropiane. U konë shumë ekip i mirë, që i përmen edhe emnat, pse këta tjerë që vazhdojnë me lua alen nuk i përmenim, janë konë gati të njëjtit. Ndodhë edhe ta më nafrohet Drenica, kur pritet që m'vjesh mi botë përforcime 2-3, ku mungojnë edhe me synu që apo thuti, prishet krejt projekti. Një ekip që Drenicës nuk i vynë shumë, nuk thonë e ka një bazë të mirë gjithmonë, i vynë veç pak përforcime që me performu mirë. Në vitin e fundit, treneri e konë të Trepça. Një klub me emën shumë të madhë, njën e për klubë më të majnë Kosovë. Si emën, se vazhnimi, Lirihja, Trepça, me Prishtinën janë emna që njën gjërësisht për, sidomos për vitet e 70-ta, 80-ta, 90-ta, po edhe pas luftës kanë performu Trepça, kampion, më tharrojmë, edhe pas luftës, çka nuk shkoj të Trepça? Të Trepça, mendoj që bisedat apo marrëveshjen që kemi pas edhe kemi bo,
në fakt, shumë shka kemi full në marrëveshjes që me bo, dhe nuk ka ndodh asnjë prej atyne, pa dasht me hi specifikisht Po. një nga një, sepse sot nuk janë pjesë ati klubi Po. dhe nuk du shumë mu merë me atë citat, por nga njëherë apo mu ndërlidh me pyetjen që ma bone dhe mon. Trepça është një emër i madh i futbollit të Kosovës, ne do të me pranu, pavarësisht që është një citat, Po. apo në citatën më të keqe të mundshme që mundet me ka një klub, e që unë nuk kisha dëshiru me ka një klub si Trepça, apo disa klube që kanë emën që i the edhe ma herët, dhe kur e dim që në atë klub sot janë pjesa ati klubi janë dy njerëz që ndoshta janë dy kontribusit më të mëdhenj edhe në futbollin e Kosovës, dy ikona të futbollit të Kosovës, Ajet Shoshull dhe Rafet Prekodis, që gjithë e dim edhe i njohëm, edhe dim kontributin e tyne, dhe t'janë pjesë e këtij klubi. Edhe një pjesë e njerëzve që janë aty si që udhëheqin klubin, edhe tash në këtë citat, me të vërtet është për keqardhje, dhe ndoshta është një prej klubeve me kushtet edhe me organizimin më të keq që mundet me ndodh ose me pas një klub, edhe unë këto ja kum thallë atyne, sepse ne kemi pas një marrëveshje që me bon një fakt ata janë kon të interesun me bon një projekt ma afatgjat, edhe me bon një ekip konkuruse për këtë vit dhe për vitin tjetër me pas një skuadër që me konkuru me çdo kusht inkuadrimin Super League, edhe janë shumë kushte tjera që kanë pas mi plotsu gjatë rrugës, domthon një prej kushte ka qenë stadiumi ku stërvisëm edhe i luan lojë Trepça, që është për keqardhje dhe mu vje keq, edhe më dhimbë se në ata futbollistë se stërvisin aty edhe luajnë, dhe nuk ka ndodh asaj, domthon asnjë prej marrëveshjes që kemi pas, asnjë nuk ka ndodh, edhe unë kam pas me të drejtën me ndërprej mas përfundimit të atyne ndeshjes, por me insistimin domthon tyne njerëzve që kanë dhënë shumë për futbollin e Kosovës, edhe një donatori që është aty, por gjatë rrugës kanë hasën probleme dhe në vështirësi, edhe në situata që nashta i kanë ato problemet e vetan me zvetis që nuk kanë mujtë mu t'akordu për mënyrën se si me vazhdu ma tutje, dhe unë e ku marrë një vendim që domthon asnjë prej këtyne kërkesave apo prej këtyne situatat që kemi fol, edhe kum pas që nuk është që ka diçka që munen me plotsu ose me ba në të mirë edhe në interes të klubit, sepse e kanë pas edhe një projekt shumë të mirë që unë e kum pa, një pjesë e kanë një tokë dikon te pjesa e Koshtovës, një 3 hektarë, dhe kanë pas mi ndërtu 2-3 fusha me ato dyret vështore të përcjellse, por si duket me situatat edhe problemet që i kanë me zveti, apo me mënyrën se si funksionon organizimin e brendshëm, është për keqardhje domthon që klubi i Trepçës zgjindet edhe është në këtë citat ku është, edhe unë shpresoj që ky klub, edhe dëshira ime është që ky klub një ditë domthon të kthehet ku e ka venin, sepse e ka dhe emrin e madh, është një klub i madh për futbollin e Kosovës. Trener, e ke përfundu licencën UEFA Pro. Sa i rëndësishëm është edukimi për trajner
edhe cili është synimi jot në të ardhmen e afërt? Por realisht edukimi është i rëndësishëm shumë për çdo individ, në çdo profesion, e sidomos në profesionin apo në zejën e trajnerit, sepse futbolli për çdo ditë evoluon, për çdo ditë ka risi, për çdo ditë ndryshon, dhe natyrisht edukimi edhe përcjellja e seminarëve, jo vetëm edukimi ose marrja e licenca, po edhe përcjellja e seminarëve domthon është një diçka që ndihmon, sepse mëson diçka të re, del diçka e re dhe te përcjell, dhe natyrisht për çdo trajner që mendon me pas një karrierë, edhe me vazhdu karrierën, edukimi edhe përcjellja e çdo seminari apo çdo eventi që bëhet ose risie që ka futbolli, atëherë është e mirë dhe do të me përcjell edhe normalisht e ndihmon edhe e zhvillon edhe e rri si trajner. Qysh është Drenicën sot? Jeni kthy Super League? Ne kur të them ty jeni kthy, që të gjithë je pjesë bile me zamër që ato je. Jeni kthy Super League mas 2 sezonave vështira. E nisi mirë me do fitore, interesu të mos dritën e mujti 2 herë. Edhe e mujke me lehtësi edhe një lojë që e hubi për dritës, ja krejë bajagi raste. I lunë do disa ndeshje i lunë shumë mirë, po nuk e arrin rezultatin. E përmenëm ata lejtarët që pe ty me gjithë ke punu, periudha ndryshme që janë pjesë e ekipit, e ka nisë shumë keq sezonin pranveror dhe janë pozitat e fundit. Qysh peshet ti situatën? Po si që ceke, Drenica domthon pas 23 vite e hub statusin e Superligës, edhe 2 vite domthon garon ligën e parë. Sot është pjesë, është kthy në Superligë, dhe natyrisht viti paraprakës që është inkuadru, ndoshta Drenica ka pas fat, në të kuptimin për thamë kushtimisht pojza, që ka orë një biznismen nga Gjermania, që me të vërtet, pavarësisht që unë në disa periudha kom pas situata jo të mira me ton aspektin personal edhe në raport me klubin, por kur një person jep kontribut e ndihmon klubin edhe arrin me organizu edhe me organizu në atë mënyrën ma të mirë të mundshme, domthon unë edhe nëse kam kundërshtarin ma të madh, unë do ta përkroj edhe do ta trokes pavarësisht raporteve çfarë i kam. Në raport po flas me klubin e futbollit Drenica. Normal, se Dhe natyrisht është një person që duhet me falenderu, që ka bërë gjithçka nga vetja, domthon në atë aspektin financiar, dhe ndoshta është një prej faktorëve kryesor pse Drenica sa është pjesë e Superligës, dhe unë mendoj që meritat ma të mëdha ose meritat e shumta i takojnë këtij personi, domthon Xherrezit, dhe sot kur flasim për një Drenicë, nga një vit i kalum në këtë vit, nga një klub deri diku mirë e organizuar që ka qenë, vjen një situatë që klubi inkuadrohet Superligë, dhe mrena natës të largohet personi që ka kontribu edhe ka dhënë gjithçka nga vetja që ta kthej Drenicën në Superligë. Kjo është një diçka që me të vërtet vetëm ne dim ta bojmë. Edhe ta largojmë një person, edhe ta kthejmë një person që në fakt e njohëm si familje kush është, po nuk e njohëm si person, ose nuk e dim sa qa ka me bo me klubin.
nuk kem ndaj farë garancioni Po. që unë jem ka skeptik prej ditës parë dhe prej momentit parë që ka ardhur dhe në klub kë donatori i ri. Iri. Dhe natyrisht po tasht ma veç nga dita ditës po bindëm që nuk ka pas seriozitet dhe nuk ka seriozitet në aspektin e organizimit klubit sepse ka pas jashtëzakonisht fjalë shumë të mëdha që dim gjithë që ka i ka qenë edhe publikisht në për media dhe në për televizionet që ka dha fjalë që ka më bëj investime deri në 200 milion në mos flas për si vjetë synimet në Evropë shumë deri të kjo pjesa e fundit që pom këtë intervistën e punit që ka kumpru trenera profesional nga Gjermania, kumpru lojtar shumë cilësor nga shtetet tjera dhe normalisht një Drenica me shumë probleme, me shumë vështirësi, rezultatet këto që janë domon pozita e fundit tabel që rrezikojnë domon ramjen nga liga. Sa kam dëgju ma veç po bëhet paga e tret apo 3 paga bësh futbolista sa është e vërtet sepse zyrtar nuk e di për futbolista s'ka paga ndërsa për trenera ka ju kanë dha paga që është një diçka shumë e keqe. E shkuj kish marrë veta. Ta shtune nuk e dia ka shku mi ka marrë veta ja ka dha po unë kështu dëgjova dje thanë që trenerat i kanë marrë paga ndërsa lojtarët ma veç po hinë në mujnë e tretë që nuk paguan. Nëse vazhdojnë kështu amën me pështu Drenica, që po ta mërmenja. Në formën se janë 4 ekipet e fundit janë afër me pika, do Prishtina, Re, Ferizaj, Llapi. Momentalisht. Këto janë më të organizuar, me thonë dorë në zemër. Situata çfarë është? Po flas për këtu 4 skuadra, Drenica është një prej skuadra më rrezikshme. Po flas për situatën edhe gjendjen çfarë është klubi i futbollit Drenica. Sepse problemi është që prej fillimit gabimisht domon gjithçka është punu. Prej inkuadrimit Super League, prej momentit që është largu donatori kryesor Gjerreci, ka orë një donator tjetër, unë mendoj që është gabim. Edhe ka qenë gabim edhe po del që është gabim. Përforcimet apo ardhjet e disa futbollistëve që me të vërtet për mu nashta emën kanë, por nuk janë cilësor. Po flas në fillim të sezonës kur ka qenë trener Bilbil Sokuli dhe ajo është vetë personi që i ka marrë ata futbollist. Janë largu shumë futbollist, janë disa futbollist që me të vërtet unë mendoj që këshin dhau kontribut shumë atë ma se sa këta futbollist që po paguan me paga maramense deri 7-8.000 euro po ka futbollist të Drenica qene. Ndërsa janë largu futbollist si Dervishi, Vojvoda, Mzil, Veliqi që mendoj që gjithë kishin dhënë kontribut ma shumë se shumë futbollist që kanë ardhur të Drenica. Pa dasht mja mohu domon karrierën e tyne që kanë pas, po ne jem ka flasëm për momentin së. Domon është ndryshua dhe treneri kanë ardhur trenera Gjerman. Po shijet edhe ata morën disa futbollist që për mendimin tem edhe ata futbollist gjithë kanë qenë cilësor. Po janë futbollist që kanë shumë pak minutazhat në sezonin vjeshton skuadrat ku kanë qenë në Shqipëri, po shihet që edhe këtë nuk është që janë atë formën ose që janë të ka dhënë në ndonjë kontribut për klubin e Drenicës dhe po shihet domon transferimet shumica janë gabim që janë bërë domon nga dita e parë deri më sot. Edhe ka shumë probleme tjera sa i përket pjesës menaxhimit, pjesës në organizim dhe natyrisht një klub që nuk ka njerëz që njohin futbollin, nuk ka njerëz profesionist mrena për mrena skuadrës. Nuk mund është ti
ti sa do që mundesh me pas pare, ose mundesh me pas emër, edhe financiarisht je i fort. Nuk mundesh ti me marrë shofera, e bodyguarda, e njerës që punon biznise, edhe mi punësum, mi dho pozita në klub, edhe më marrë me pjesën menaxheriale të klubit. Për shata është klubi sot ku është, jo vetëm të Drenica, po të çdo klub, nëse ndodhin këto situata, domethënë, sa do të që ti mundesh me pas kushtet financiare të mira, problemet rrugës kimi pas edhe rezultatet kanë me mungu. Ja, se trajner, për futbollin përgjithësi, po edhe për Drenicën mujna me fol me ditë tona, po koha e emisionit është e limitume. Na të falenderojmë shumë që ke gjetë kohë me ardhë, me nda pjesë nga jeta, karriera, si futbollist e si trajner. Të urojmë shëndet mas pari, suksese edhe më u kthy sa ma shpejt zeje sa trajnerit me një projekt që shki qef ti vet, edhe deri në fund me Faleminderit, respekt edhe kënaqësi që isha sot pjesë e juaj dhe mësatberi juaj. Faleminderit shumë, lavna e falenderojmë sponsorin tanë që e mundson këtë podcast Xfis, ndërsa me juve shikues të nderuar shihemi në javën e ardhshme.